Bamirësia ka qenë gjithmonë një nga virtytet më të çmuara që e ka karakterizuar qytetin e Gostivarit, një traditë fisnike që është trashëguar brez pas brezi dhe që vazhdon të mbajë gjallë shpirtin e solidaritetit mes njerëzve. E sidomos në prag të festave fetare, besimtarët garrojnë me vepra të mira, duke dëshmuar se humanizmi mbetet vlera më e lartë e shoqërisë sonë. Në prag të Kurban Bajramit, shpërndarja e pakove humanitare për familjet në nevojë po vazhdon pa ndërprerje, si në Gostivar, ashtu edhe në vend banimet përreth. Në mesin e atyre që prej vitesh qëndrojnë në shërbim të kësaj kauze humane, është edhe Sinan Elezi nga fshati Çajl, emri të cilit tashmë lidhet ngushtë me besueshmërinë, transparencën dhe përkushtimin ndaj familjeve në nevojë. Fal korrekcisë që e karakterizon shumë mërgjimtar zgjedhin që ndihmat e tyre t'i realizojnë pikërisht përmes tij, duke qenë të bindur se çdo donacion arrin aty ku duhet. Donacioni i radhës vjen nga një mërgjimtar nga Çajla me punë në Zvicër, i cili ka dhuruar 16 pako humanitare, secila në vlerë prej 50 frangash, për familje që po përballen me vështirësi ekonomike. Zoti gjithëve bamirësve, donatorëve, vu dhash pasuni, shëndet, lumturi në jetë dhe va pranof këtë kontribut që japim për jetimat dhe për nevojtarët. Se me të vërtet, këtë krizë ekonomike që ka kap vendin tonë, i kanë nevojtarët, jetimat, për ti mbështesin ta bamirës dhe donatorët. Prandaj, unë vu falënderoj gjithëve të rajonit Gostivarit, se bamirësit e Çajlës dhe donatorët e Çajlës nuk janë sallë për jetimet e nevojtarët e Çajlës. Për gjithë rajonit Gostivarës, bamirësit dhe donatorët e Çajlës janë afër ative dhe Zoti vudhas se me të vërtet Çajla ka dhënë shembull gjithë rajonit Gostivarit, dhe në Maqedoninë e Veriut. Elezi thekson se shumë dhurues insistojnë të mbeten anonim, por ai shpesh e ndjen si obligim moral t'i përmend ata, qoftë edhe vetëm duke treguar vlerën monetare të dhuruar, me qëllim që t'i motivojë edhe të tjerët që kanë mundësi t'i bashkohen zinxhirit të shpresës për nevojtarët. Morin në ata shembull ku banojnë vendligjen e vete, që t'jena njëri qeti më afër që t'i shfrytëzojnë gjithë ata që kanë nevojë. Për këtë shkak që kjo ndihmë për nxitjen e ative, për të mirën e ative dhe për familjen e ative. Prandaj vu falenderoj gjithë se ka që thonë më bën publik, kjo nuk ka publik. Kjo është një reklam për të mirën e ative që t'jena afër jetimave dhe nevojtarëve. E sot kur po flasim, shprehet Elezi, janë me qindra familje që furnizojnë rregullisht fal zemërgjërësisë së mërgjimtarëve. Ky nuk është vetëm një aksion sezonal, thot ai, por një mision human që vazhdon gjatë gjithë vitit.